Greta Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe, kënaqësi pas studio. Faleminderit shumë edhe mirë se vjeta. Po vjen prej seancës Kuvandit e 17 sot. Po, që të shtoj. Po, seanca e shkurt, 17 me radhë sot që natyrisht edhe ashtu ishte edhe e parashikuar, sepse nuk ishte pritje prej nesh që do të ketë ndryshim lidhur me mundësinë që të zgjedhet kryetari i Kuvendit ose t'i hapet rrugë formimit qeverisë. Por për dallim prej seancave tjera, sot kishim një kërkesë shumë absurde prej Një propozim propozim të bërë nga zoti Dehari, i cili në fillim të seancës, në hapje të seancës sotme, ftoi përfaqësuesit partijak të grupeve parlamentare për të propozuar që me kërkesë të tij seancat e Kuvendit të mbahen një herë në javë, natyrisht që Partia Demokratike e Kosovës dhe grupe tjera parlamentare ishin kundër, neve kushtetuta, por jo kushtetuta, rregulloria e punës, rregulloria e Kuvendit e thotë saktësisht që seancat konstituive duhet të mbahet çdo 48 orë, natyrisht që ishte shkallje e madhe në rast se do të aprovohej që këto seanca, të cilat janë bërë të mërzitshme, janë bërë dhe të lodhshme, të bezishme për shtetarët e Kosovës, të mbahen një herë në javë. Unë mund ta kuptoj një propozim nga një parti e cila nuk ka shkelur vetëm rregulloren e Kuvendit, ka shkelur disa herë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por ne nuk do të lejojmë asnjëherë që precedane të tilla të rrezikshme për shkelje të rregullores të aprovohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sepse dhe gjatë 17 seancave të mbajtura, shkeljet e rregullores kanë qenë evidente. Mënyra se si edhe kryesuesi i seancës, zoti Dehari, i ka udhëhequr këto seanca shumicën e herave me skenaret përgatitura nga partia e tij, bie ndesh me mënyrën se si duhet të udhëhiqen seancat e Kuvendit nga dikush të cilit ja përcakton musha që t'u udhëheq seancat deri në hapjen rrugë të krijimit të institucioneve të reja, që nënkupton konstituimin e Kuvendit dhe hapjen rrugë të krijimit të qeverisë. A nuk kupton kjo kërkesa e zotit Dehari, zonë Deliu, se partia pa nuk është interesuar ose si ka numrat për konstituimin e Kuvendit dhe më pas themelimin e qeverisë. E para seanca sot e ftuar në orën 10:30 filloi tek pas orës 11. Është absurde që të ftohen seancat në 10:30 e pastaj partia e cila ka numrin më të madh të ulëseve të vonuar deri pas orës 11. E dyta ishte Kurti shkon të kafe me komunitetet e shumicës. Nuk e kam pa zotin Kurti që ka qenë kafe, por ishte shumë e papranueshme nga ana jonë që të kemi përsëritje të shkarjeve, të shkeljeve, të mënyrës se si e shohin përpjekjen për ta zhbllokuar të institucion, fakti që kishte kërkesë që këto seanca të mbahen për një javë, flet një herë në javë, flet qartësisht se nuk ka interesim për të dalë nga situata e barikadimit e marrjes penë të Kuvendit të Kosovës, por ka vetëm përpjekje që të ketë edhe shkelje të tjera, cilat i kemi parë që nga fillimi i seancave të para për konstituimin e Kuvendit, nëse zgabohem mbi 30 ditë janë bërë që ne kemi filluar takimin e parë konstituiv të Kuvendit të Kosovës, dhe do ta kemi pas nesër seancën e 18, unë e kuptoj që është e rëndë për Kosovën, e rëndë për krijimin e institucioneve dhe prolongimin që po i bëhet me blokadën, cilën po e bën partia që ka marrë numrin më të madh të mandateve, por nuk po shoh që ka një përpjekje serioze për të dalë nga gjendja e krijuar. Është një pengmarrje që e shohim çdo ditë me një emër të përveçëm që sillet për 17 herë në seancat e Kuvendit, ndërkohë që herë ka 53 vota, e herë ka 57, varësisht se si janë deputetët të pranishëm në këto seanca të Kuvendit Kosovës, por nuk po shihet që ka një vullnet politik për ta tejkaluar situatën e bllokimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Do të thënë në seancë e re, një rëpis po pësej, sikur kjo sot. Po, nuk shoh që do të ketë ndryshim prej kësaj që e shohim sot, sepse po të kishte do të shihej të paktën nëse ka vullnet politik, do ta shihnim sot. Por aktualisht nuk shoh që do të ketë ndryshim të qasjes lëvizjes vetëvendosje ose mirë them koalicionit lëvizja vetëvendosje në lista Guxo dhe Alternativa për ta nxjerrë vendin nga situata e krijuar. Ju e dini që tash është thënë shumë herë që propozuesit ose mirë të partisë ka marrë numrin më të madh të ulëseve i takon që të propozojë kandidatën, por
ose kandidatin, por gjithmonë në situata të barikadimeve të tilla, ne kemi pas një situatë të ngjashme në vitin 2017 kur e kemi nominuar zotin Kadri Veseli që të jetë kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, por në momentin që kemi siguruar shumicën parlamentare, natyrisht që kjo është bërë me marrëveshje politike, me konsensus, me bashkëpunim, për të arritur në fond që ta kemi shumicën parlamentare. Kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës nuk mund të zgjedhet, po e them, pa vullnetin e deputetëve, të cilët me kushtetut janë të lirë që të vendosin se kush do t'i përfaqësojë si kryetar, aq më tepër që personi në fjalë ose zonja Haxhiu është edhe nga gjithë deputetët, nuk ka një gatishmëri të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të votuar dikë që më së paku përfaqëson unitetin, gjuhën përqarëse të saj dhe mbi të gjitha të kaluara me saj, me gazdësjes dhe veprime të cilat në mënyrë të dhëmshme kanë dëmtuar institucionin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj në situatën e krijuar është vështirë të thuhet që do të kemi lëvizje të Dhe si dilet nga kjo situacion e lijo, lëvizjave të vendosur dhe partnerët e saj janë barikaduar me emrin e Albulena Haxhiu, ndërkohë që partitë që keni qenë opozit thoni çdo 48 orë ose paraqitet e tjera publike se nuk ka vot për Albulena Haxhiu. Si dilet nga kjo situatë, përmendet edhe vetë se këto seancat janë bërë monotone, janë bërë far cirku, si dilet nga kjo situatë sipas vlerave të tij. Ne bëjmë nëse i kthehemi arkivës, sepse arkiva është pasqyra më e qartë se në çfarë gjendje është sot lëvizja vetëvendosje, po nëse shihni deklaratat e tyre në vitin 2017, sot është deklarata të cilat flasin për zgjedhjen e një personi që përfaqëson unitetin, për ndrimin e kandidatit, për mënyrën se si një kandidat që duhet të garojë se të nominohet për të parin e Kuvendit, duhet mbi të gjitha të mos jetë polarizues, të jetë më shumë unifikues. Partia Demokratike e Kosovës mu për këtë që prej mbarimit të zgjedhjeve kemi pasur takime me të gjitha grupet parlamentare, grupet politike parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Zoti Krasniqi ka zhvilluar takime pikërisht për të bërë përpjekje që ta tejkalojmë situatën e kësaj bllokade, paçka se po e them është e vështirë që si grupimi i dytë më i madh në Kuvendin e Kosovës, grupimi i dytë parlamentar që është Partia Demokratike e Kosovës të arrijë ta zhbllokojë situatën në gjendjen në cilën ne sot jemi dhe kur kemi një parti e cila ndonë se i ka, po e them, ato pak vota 53-57, nuk po bën përpjekje për ta tejkaluar këtë situatë. Zoti Krasniqi ka pasur përpjekje. Ka pasur përpjekje, absolutisht. Ka pasur ftesë për Lumir Abdixhikun, ftesa e parë. Ka pasur ftesë për Memir Krasniqin, ka pasur takim Memir Krasniqi me Albin Kurti, por pa ndonjë marrëveshje. Ka pasur një letër të Albin Kurtit ndaj Lumir Abdixhikut. Ajo letër bile fton aty Abdixhikun për koalicion. Nuk s'kisha më thonë se s'ka pasur përpjekje nga Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje për t'i kaluar me kësaj situatë. Është normal me pas që drejt partitë politike mos me bashkëpunu me to, por lëvizje përpjekje ka pasur këtë. Edhe përpjekjet e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila në këto zgjedhje ka dalë me numrin me 24 mandate, kanë qenë përpjekje pikërisht për mbarimit të zgjedhjeve, edhe të kryetarit Krasniqi, edhe të kandidatit për kryeministër zotit Hamza, që t'i hapim rrugë zhbllokadës. Zhbllokada e dëmton Kosovën, nuk e dëmton një emër të përveçëm, sado që lidhet me një emër të përveçëm të zonjës Haxhiu, dëmi që po i bëhet Kosovës është dëm i madh, regresi është shumë i madh, janë 3 muaj, ende pa një dritë në fund të tunelit për të pasur si do dalim nga kjo situatë. Ne kemi bërë përpjekje që të zhvillojmë takime, zoti Krasniqi, edhe me zotin Kurti, pikërisht për të parë nëse ka vërtet qasje serioze për ta tejkaluar ndërçi politik. Ju e dini që në takim ndër propozimet që janë dhënë ka qenë edhe ndryshimi i votimit për kandidatën për kryetare të Kuvendit, duke u përpjekur që prapë të bëjnë shkelje të rregullores dhe ta ndryshojnë formën e votimit prej votimit të hapur në votim të mshekt, kur dihet mirëfilli që në seanca konstituive, kur hyet në votim, asnjëherë nuk ka pasur precedane të tilla që brenda procesit votimit të ndodhë ndryshimi i votimit nga votimi i hapur në votim të mbyllur. Pra po e shoh
që është vetëm përpjekje për ta zhakitur procesin, sepse qartësisht dihet që koalicioni Lëvizjeve të Vendosje, Lista Guxo dhe Alternativa nuk i kanë numrat për ta zhbllokuar situatën. Në raste të tilla, ne kemi shkuar dhe tutje. Ju e dini që javën e kaluar Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një takim të kryesisë ku ne kemi ftuar presidenten, e cila ka mandat të saj kushtetuese para për ta përfaqësuar. Te presidentja pak më vonë dalëm. Në çfarë rrethana Zonja Deliu e voton PDK kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje? Kush do të jetë kandidat sipas jush në mënyrë që s'pa them kush do të jetë kandidat, po ndrimi i kandidatit. Në çfarë rrethana se si e kishte votuar PDK kandidatin për kryetar të kuvendit nga Lëvizja Vetëvendosje? Po ne duke pa bllokadën e gjatë të krijimit të institucioneve, Partia Demokratike e Kosovës ka shkuar dhe një hap tutje. Ju e dini që ne kemi propozuar disa herë nga kryetari Krasniqi është thënë që duhet të ketë ndryshim të kandidatit dhe fati i Kosovës nuk mund të lidhet me një emër të përveçëm kushdo që është ai. Zonja Haxhiu, zoti Kurti, ai tjetri, sepse Kosova sot ka sfida jashtëzakonisht të mëdha, sfida të cilat besoj do t'i trajtojmë edhe me çështjen e çmimit të energjisë, edhe për çështjen e barierave që sot i kanë bizneset, dhe që prej një qershorit pritet që të ketë absolutisht një dëmtim të madh të bizneseve me mënyrën se si ata do të paguajnë tarifa jashtëzakonisht të larta të çmimit të energjisë elektrike, por duke e pa këtë gjendje ne kemi shku një hap tutje, duke propozuar që të kemi ndryshim të kandidatit nga Lëvizja Vetëvendosje, por një gjë po e them, ne nuk do ta përcaktojmë emrin. Ju e dini që ka pas grupe parlamentare të cilat kanë dalë me propozime, nga zoti Haradinaj janë propozuar dy emra të dy zonjave. Shqipe Selimi, Saranda Bogujevci. Dhe në rast se propozohen këta dy emra, ka votë për dhe të zonjes Bogujevci, sikur të kishte vullnet për ta zhbllokuar ngërçin politik koalicioni Lëvizja Vetëvendosje Alternativa dhe Lista Guxo, unë jam e bindur që ata e kanë pasur qelsin për ta zhbllokuar kuvendin me propozimin cili është ofruar nga zoti Haradinaj. A i votoni këto dy emra, nëse është njëra? Asnjë ndryshim nuk e kemi pa deri tash në qasjen e koalicionit. Është një barikadim i tërësishëm, asnjë prej argumenteve ose propozimeve të partive të tjera në kuvend ende nuk është marrë parasysh, as nuk ka ndryshim të kandidatit, as nuk ka përpjekje që të kemi emra të cilat mbase mund të marrin votat e deputetëve në kuvendin e Kosovës. A e voton Partia Demokratike e Shqipe Selimin Kosovës ose Saranda Bogujevci? Partia Demokratike e Kosovës e para as nuk ka dhënë emra, sepse nuk është e jona, as nuk ka qenë të kaluarën. Ju e dini që partia që fiton numrin më të madh mandateve e përcakton vetë kandidatin. Por nuk mund që dhunshëm të detyrohemi, siç po bëhet përpjekje, të detyrohemi dhunshëm që të votojmë dikë i cili nuk e përfaqëson kuvendin e Republikës Kosovës, sepse zonja Haxhiu në krye të kuvendit nuk duhet i shërbejë vetëm Lëvizjes Vetëvendosje, por ajo duhet jetë kryetare që përfaqëson kuvendin. E pastaj shkojmë me procedura të tjera për zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, që është një qelës tjetër. Edhe një herë zonja Deliu, a e voton PDK Shqipe Selimin ose Saranda Bogujevci? Partia nuk e kemi diskutuar, po e them nuk e kemi diskutuar brenda partisë, dhe unë me që brenda kryesisë nuk është diskutuar sepse nuk kemi pa ende lëvizje të Lëvizjes Vetëvendosje në këtë drejtim për të nominuar kandidate të tjera. Ne nuk kemi diskutuar brenda kryesisë dhe unë du t'jem e hapur dhe të flas që vendime dhe qëndrime tona partijake i diskutojmë brenda kryesisë së partisë në rast se do të ketë propozime tjera. Deri tani nuk po duket që ka një përpjekje për ta tejkaluar të gjendje, është marrje peng e institucioneve të Kosovës dhe si duket zotit Kurti i shërben kjo situatë e bllokadës të cilën qytetarët e Kosovës sot po e shohin me shumë shqetësim. Po e them, unë e kuptoj, vetë jam deputete me disa mandate, por të detyrohesh që të shkosh në kuvend, sepse të obligon rregulloria e kuvendit çdo 48 orë, e në fund të përsëritet një serial me epilog të njëjtë për 17 herë. E para është e rëndë për ata qytetarë që janë një numër shumë të madh, cilët kanë votuar në këto zgjedhje, e cilët kanë besuar që Kosova nuk do të ketë stagnim në krijimin e institucioneve të saj. E dyta është në përgjegjësinë e partisë që ka marrë numrin më të madh të ulëseve që t'i hap rrugë bashkëpunimit. Unë e kuptoj që një parti që për shumë vite ka qenë kundër kompromisit, kundër bashkëpunimit, kundër përafrimit. Ne po flas si një deputete e cila për kohë të gjatë ka qenë observuese e zhvillimeve në kuvend dhe ne nuk kemi pas asnjë amandament
e mbaj mend që një kërkesë e LDK-s është marrë në konsiderat, por asnjë amandament i cili propozim i opozitës i cili është pranuar gjatë kohës sa këta kanë udhëhequr për 5 vjet. Në anën tjetër degradimi është aq i madh. Ju shihni që çdo ditë kemi skandale të cilat i nxjerrin mediat që janë skandaloze. Pra paralelisht ne kemi një qeveri e cila në fakt ministrat të cilët janë betuar si deputet dhe kanë marrë mandat dhe marrin çdo ditë vendime. I fundit ishte vendimi Hajrullah Qekut për të emëruar Këshillin Drejtues të Teatrit të Kosovës. S'po flasun në përbërjen e këshillit, besoj që e kanë thënë edhe të tjerë, një këshill i cili është i dominuar nga simpatizantë të lëvizjes vetëvendosje, e sot po flasim për një këshill të Teatrit Kombëtar të Kosovës, një institucion i cili në radhë parë dhe duhet i shërbente zhvillimeve kulturore, artistike, për te qasjes politike që partia e cila ka qeverisur për 5 vjet, e ka instaluar. Janë borde cilat mbushen çdo ditë me militant e përkrahës partijak. Në anën tjetër, shkelet ligji për qeverinë nga ata ministra të cilët vinë në seancat e Kuvendit të Republikës Kosovës, bëjnë përpjekje ose marrin pjesë në seanca plenare e pas seancave vazhdojnë punën si ministra ndonse nuk ka një mandat dhe për këtë natyrisht që duhet këtë përgjegjësi. Një kallëzim penal i LDK-s për këtë çështje. Por janë shumë vendime të cilat po merren duke dëmtuar buxhetin e Republikës Kosovës dhe paralelisht ka një blokadë të institucionet më të rëndësishëm në Kosovë që është kuvendi. Albin Kurti s'është me urgjencë, nuk ka blokadë, po qeveria po funksionon, jemi kujdestar, po marrë vendime. Për absolutisht një deklaratë tepër e pamatur, nëse e sheh situatën politike në Kosovë, gjendjen e rëndë me çmimet, gjendjen e rëndë me çmimin e energjisë elektrike që është shtrejtuar mbi 16%, bizneset cilat kemi rast i takojmë edhe ju edhe ne. Pak më vonë për këtë pjesë zonë e dy lekë. Nuk është që s'ka urgjencë. 3 pozicione të subjekteve të ndryshme politike. Albin Kurti është betonuar ose është barikaduar me kandidatin, një propozim nga Partia Demokratike që të ketë një qeveri të partive ish opozitare dhe një propozim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një qeveri teknike përfshirë lëvizjen vetëvendosje deri në zgjedhjen e presidentit. Megjithëse as të njëjta për këtyre nuk mund të bëhen. Ka një barikadim absolutisht, ka propozime, partitë politike parlamentare, opozita e mandatit kaluar ka bërë përpjekje që të ketë alternativa, secili në formën se si e kanë pa mundësinë që të japin rrugë hapjes së krimit të institucioneve. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë konsistente, ne edhe në zgjedhje kemi thënë qëndrimin tonë, preferencat tona, edhe pas mbarimit të zgjedhjeve i kemi qartësuar pra preferencat tona, ne preferojmë një koalicion me partitë cilat kanë qenë opozit në mandatin e kaluar, partitë politike shqiptare, dhe nuk ka pas ndryshim të qëndrimeve në këtë drejtim, edhe tani, edhe në mënyrë konsistente kemi thënë që nuk mund të ketë koalicion me një qeveri e cila e ka degraduar Kosovën për 5 vjet, sepse degradimi është aq i madh, aq më tepër që ne kemi shkuar edhe një haptutje se mbeti borxhi t'ua them. Kryetari Krasniqi në takimin e fundit me zotin Kurti ka qartësuar që ne nuk do të votojmë asnjë prej ministrave të cilët kanë shërbyer në kabinetin qeveritar të zotit Kurti, për shkak se ata janë përgjegjës për degradimin 5 vjeçar të Republikës Kosovës dhe në rast se ka ndrim të kandidatit, nuk do ta votojmë asnjë prej kandidatëve të cilët kanë shërbyer në kabinetin qeveritar që përfaqësojnë lëvizjen vetëvendosje. Pra, konsistenca jonë ka qenë e qartë, ne besojmë që një qeveri e udhëhequr me zotin Bedri Hamza do ta nxjerrte Kosovën nga gjendja e kolapsit ekonomik, nga gjendja e regresit të rëndë që e shohim çdo ditë, nga bashkëpunimi ndërkombëtar që sot është harruar, nga investimi në raportet tona regionale që sot është i munguar. Keni parasysh dje ndodhi njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme të këtyre ditëve të fundit, s'po i them ditëve të fundit, por zhvillimet e fundit politike me tekst të veçantë samitin e fundit në Tiranë që mblodhi lider të shteteve të cilët erdhën për të folur për të ardhmen evropiane të rajonit, të shteteve të tyre për perspektivën se si ata do t'i ndihmojnë shtetet e tyre, ndërkohë që absolutisht Albin Kurti pa dje një aktivitet në Prishtinë. Absolutisht që ishte
shumë reslen se ta vështrosh një Shqipëri e cila bëhet një kryeministër i cili ka sot gjithë lideret dhe ulet në tavolinë për ta diskutuar të ardhmen e qytetarëve të Shqipërisë dhe të perspektives tij për në Bashkimin Evropian. Natyrisht ne është inkurajuese gjithmonë që një vend si Shqipëria ka arritur që të bëhet sot model dhe të jetë derë e hapur për shumë liderë të cilët vinë atje për të hapur perspektivat për rajonin, për migrimin që është sfide madhe, për zhvillimin ekonomik, energjinë e shumë tema të cilat janë prekur gjatë samitit të djeshëm. Është fatkeqësi që Kosova sot ka një regres deri në përmasat më të rënda, po e them ne jemi bërë një vend ku e para demokracia cënohet gjitha drejtimet, sulmet ndaj gazetarëve vetëm dje nga zonja Gërvalla, por edhe ditëve të kaluara vetëm sa e konfirmojnë edhe me sakt, edhe me thukt raportin e reporterëve pa kufi dhe rangimin e Kosovës në gjendje prashte pa precedent se si ministrat të cilet janë në detyrë ose të dorëhequr, si t'i quaj, sot komunikojnë me një gjuhë të tillë me përfaqësues të mediave të cilët po bëjnë punën e tyre. Kjo flet për cenim të rënd të demokracisë, cenim të, ose më mirë të them, shkelje të kushtetutës, të rregulloreve, sepse kemi një parti politike e cila nuk njeh kushtetut, nuk njeh demokraci, nuk njeh rregulla e ligje dhe për më tepër edhe sot do pa që nuk njeh as rregullore, prandaj unë nuk shoh nebe që në këtë situatë të rënduar me inflacion të lartë, me zhvillim ekonomik cenuar, me liri të cenuar të medjave dhe madje me etiketa të reporterëve pa kufi, sepse u provua që edhe raporti i reporterëve pa kufi të vihet në dilemë pikërisht nga përfaqësues qeverisë e vetëm 2 javë, 10 ditë më vonë, ne kemi gjuhën e njëjtë që përdoret nga ministrin detyrë Peci, nga zonja Gërvalla, prandaj është një situatë pa precedent, është mënyra se si këta sillen sot me Kjo situatën ku anë zonja Deliu provoj një takim të presidentja Vjosa Osmani. I pam deklaratat e liderëve të partive politike, larg qëndrimet se mund të ketë një situatë të re ose të kalohet ky ngërçi në kuvendin e Kosovës. Më çuditi presidentja në konferencën për Shtyp, tha se 900 milion euro ka hup Kosova, si pasojë e blokadës kuvend, por ajo gjakstërcia saj ose ajo që po kena kohë, kena mi thirr prap, ko me taku se cilin veç e veç, a jena shumë vonë. Qa do të me bo presidentja, cila ka qenë propozimi i PDK-s, pse do të me prit presidentja ka gjatë ftoj partit politike, ose këto takimet e presidentes me liderët e partive politike, bohen si kur këto seancat, ato reprizat, pse, ose qa ka kërkru PDK prej Vjosa Osmanit, që të kalohet kjo situatë. Ne kemi bërë çdo lëvizje ne për të paktën për të bërë përpjekjen tonë si Parti Demokratike e Kosovës për të dalë nga ngërçi politik në kuadër të lëvizjeve të shumta që i kemi bërë, duke pa që nuk ka vullnet politik që të kalohet nga ngërçjet e blokada e institucioneve të Kosovës. Ne si kryesi kemi propozuar që presidentja e vendit, e cila e përfaqëson unitetin e popullit, do duhet ta përfaqësonte. Disa herë zonjën Osmani e kemi pa ndryshe prej përfaqësuesve të unitetit të qytetarëve të Kosovës, por mbase zonja Osmani duhet ta marrë në dorë, ta ftoj në fakt takimin i cili edhe u ftua. Ajo është njëra prej figurave që sot ka njëra prej figurave të institucioneve të larta që është e vetmja që ka një mandat legjitim dhe në kohën kur blokada është e thellë, ne kemi propozuar që të ketë një takim i cili nuk ka prodhuar mbase çfarë është pritur, edhe nuk është pritur që të ketë në takimin e parë deblokim ose zhbllokim të institucioneve, por mendoj që është mirë që të paktën ka pas një ulje të liderëve të grupeve parlamentare, të forcave politike bashkë me zonjën Osmani për të bërë përpjekje dhe për të pa cilat janë propozimet e akterëve për të dalë nga situata e rënduar në cilën sot është vendi. Natyrisht që prej deklaratave që i kemi pa edhe nga zonja Osmani është thënë që do të ketë edhe takimet tjera. Unë nuk i shoh si negative, unë i shoh natyrisht këtu duhet të prodhojnë edhe zgjidhje, sepse nuk besoj që
do duhet përsëritet situata e njëjtë si me seancat në kuvend edhe me takimet e thirrura nga zonja Osmani. Po besoj që mund të ketë ndaj rezultat zonja Deliu nga ato takime, për shkak se na pam seancën e sotme që ndodhi, seancën e 17, domethënë nuk pat asnjë lëvizje nga qëndrimet e partive politike. Madje pat një tentim, siç e përmendëm në fillim nga Avnideari, që seancat e marrin një herë të njëjtë. E vërtet. A duhet veproj me urgjencë presidenta që ti drejtohet gjykatës kushtetuese për ta zhbllokuar këtë situatë? Kur nuk funksionojnë institucionet kushtetuese në Republikën e Kosovës, zonja Osmani është edhe garantuese e funksionimit të institucioneve kushtetuese në vend, në rrethana të tilla kur ne kemi tentativa dhe bllokim të institucioneve, natyrisht që edhe takimi i ftuar nga ajo duhet të prodhoj pastaj të shohim është në vullnetin e partive politike se si ata do të cilën në këto takime, mbase do të ketë një përpjekje, nuk e di nëse do të ketë, sepse nuk do të flas në emër të zonjës Osmani, por si çfarë kemi pa edhe nga deklaratat e saj në media, mbase do të ketë edhe përpjekje që për ta zhbllokuar situatën të drejtohemi edhe gjykatës kushtetuese, ndonse ju e dini që ka disa vite që gjykata kushtetuese do të thotë nuk përgjigjet në pyetje të cilat i drejtohen këtij institucioni, por ka një vendim të Komisionit të Venecias, i cili specifikisht thotë që në rast të bllokimit të institucioneve ose situatave kur bllokada është shumë e thellë, mund të ketë një qelës, mbase do ta shohim gjatë javën vazhdim, a do të ketë përpjekje që ti drejtohemi edhe institucionet e gjykatës kushtetuese për bllokimin cilin e ka Kosova tash një kohë të gjatë. Ju e dini që edhe grupi parlamentar i Aleancës ka deponuar një kërkesë por që lidhet vetëm specifikisht me mënyrën e votimit. E cila nuk e zgjedh Gërçi. Nuk e zgjedh, ajo është një kërkesë nga kjo për çështjen e votimit. Për çështjen e votimit, jo specifikisht me bllokadën institucionale, por paralelisht ka pasur disa iniciativa, kjo aleancë se tash do të presim në rast se do të ketë një reflektim nga ana e presidentës që t'i drejtohet institucionit të gjykatës kushtetuese për ta nxjerrur Kosovën ose mirë them vendin nga kriza institucionale në cilën është. Çato fletat e gjykatës kushtetuese, ato kërkesat, çka kanë zonja Deliu, ato në seancën e 16, më dhon komente deri në 19 maj. Gjykata kushtetuese. Çka konkretisht kërkoi kjo gjykata kushtetuese? Komente, do thotë komentet e deputetëve që t'i japin lidhur me kërkesën që është deponuar në gjykatën kushtetuese, deputetët të cilët janë nënshkrues janë të lirë që në rast se kanë komente, t'i japin komente të cilat do të deponohen në institucionin e gjykatës kushtetuese. Kjo situatë, po shpresoj që do të zhbllokohet, por a mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme zonja Deliu dhe ai friksohet për këtë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ose para se të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, a mund të ketë një koalicion LVV-PDK? Dhe çfarë rrethana mund të ketë një koalicion të tillë? E para nuk e di në rrethana të cilat sot është Kosova, a janë zgjedhje të zgjidhje. Përbes nuk e di. Nuk mund të them që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, nëse prap do të ketë zgjedhje, do të prodhojmë ndonjë zgjidhje të shpejt politike. Ju e dini që Kosova i ka edhe zgjedhje lokale këtë vetë, pastaj do t'i kemi edhe zgjedhjen e presidentes ose presidentit vitin e ardhshëm. Që në rast se do të ketë një koalicion LVV-PDK, atëherë mund të shmangën zgjedhje për çështjen e presidentit. Por po e them, nuk mund të shkohet e të vazhdohet pafundësisht me bllokadë. Në rast se bllokada do të jetë ajo që do ta shoqërojë Kosovën, do të jetë në mënyrë konsistente situata e njëjtë, absolutisht që duhet lëvizjet pastaj të shihen modalitetet edhe për opsionet të tjera. Sa i përket koalicionit me lëvizjen vetëvendosje, ne tashmë kemi qartësuar, absolutisht nuk është çështje e diskutimit, e ka thënë edhe zoti Krasniqi, që ne nuk jemi të interesuar që të kemi koalicion me lëvizjen vetëvendosje, edhe për faktin se si ata kanë qeverisur, ose më mirë të them nuk kanë qeverisur, sepse për 5 vjet fatkeqësisht në Kosovë nuk është qeverisur, është keq qeverisur nëse mund të them, dhe këtë keq qeverisje e shohim në çdo dimension, në çdo institucion dikaster që ata kanë shërbyer, vendime arbitrare, çështja e mafisë energjetike që sot është njëra prej temave bukur të nxehta që trajtohet e që është nisur po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës mandatin e kaluar me një komision hetimor që është marrë me rastin e Martin Berishajt, i cili ende vazhdon të jetë ambasador, me aferat, me rezervat shtetërore, me aferat shumë të cilat sot i shohim në Ministrinë e Bujqësisë,
e cilat natyrisht që duhet marrin epilog, pra ne nuk jemi të interesuar që të qeverisim me një parti e cila e ka degraduar Kosovën për 5 vjet, e ka sjell Kosovën në stagnim të matë saj. Kosova është më izoluar se asnjëherë, edhe ju e tha zonja Osmani në takimin dhe konferencën e saj që fondet të cilat po i humb Kosova, si pasojë sanksioneve të cilat vazhdojnë të mbesin, ndonse edhe ne si opozit kemi pas kërkesa tash e sa kohë që është e padrejtë që Kosovës po vazhdojnë të lihen sanksionet, sepse kjo nuk e cënon qeverisjen ose më mirë them pushtetin e Albin Kurtit, kjo e cënon Kosovën dhe qytetarët e saj. Sot qytetarët e vendit kanë bariera të mëdha me çmime të cilat janë absolutisht të papërballueshme për koston e jetesës, cilën e kanë për pagat e ulta që sot i kanë qytetarët e Kosovës, për mënyrën se si ata mezja dalin mujt, shto këtu faktin që po e them, çmimi i energjisë elektrike është rritur, inflacioni është i lartë, Kosova ka nevojë për një qeveri e cila e ka në thelb qytetarin e saj, por jo për një klasë politike e cila ka marrë gjithat besim të qytetarëve të Kosovës, pa program, pa projekt, pa një vizion të qartë se cili do të jetë orientimi i saj për mandatin e ardhshëm, ndërkohë që sot është bërë partia e cila ka marrë peng fatin e Kosovës, po e them sepse po shihet që janë 3 muaj pas zgjedhjeve e ne nuk kemi ende asnjë përpjekje për lëvizur. Kur sheh shtetet e rajonit që është fati mirë që Shqipëria unë zot keq kuptohem asnjëherë dhe deklaratat e djeshme të opozitës nuk ishin në frymën absolutisht për ta parë Shqipërinë me smir. Për ne është fati i madh që kemi shtetin Ami, i cili po është i koncentruar që ta prosperojë, ta integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por natyrisht që ne na dhem që Kosova sot është në sanksione, në izolim, në partneritet të Pikërisht dje zonja Deliu u qortua sërish qeveria e Kosovës, tha po rrezikoni ose po dëmtohet imazhi ndërkombëtar i Kosovës për shkak të disa veprimeve të qeverisë në veriun e Kosovës. Kam fjalën për disa lëvizje që bëri qeveria e Kosovës, për shembull me mur ujësjellsin Gazivoda, mbylli një palestër atje dhe për këto veprime pikërisht dje, derisa 47 liderët më të mëdhenj evropian dhe shefi NATO ishin në Shqipëri, Kosova ose Vjosa Osmani kërkonte dje që të hiqeshin masat, por pikërisht në atë ditë qeveria e Kosovës u kritikua për shkak të veprimeve në veri. Në qershor bëhen 2 vite që Kosova është në masa. Absolutisht që sanksionet e kanë dëmtuar zhvillimin e Kosovës, po e them janë fondet Bashkimit Evropian të cilat janë të bllokuara për shkak të qasjes së qeverisë, qasjes arrogante që ka pas qeveria në ike, e cila nuk ka bërë përpjekje serioze që Kosovës i të kalohen këto masa. Pa çka se dhe ne kemi thënë që masat Kosovës duhet i largohen edhe nga përfaqësues të opozitës, edhe secili deputet që është në kuvendin e Kosovës dëshiron ose mirë them angazhohet që sanksionet ndaj Republikës së Kosovës të largohen, një Kosovë e izoluar larg partnerëve të Bashkimit Evropian, larg Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është në interesin e qytetarëve të këtij vendi, po them nëse orientimi ynë strategjik është integrimi euroatlantik, është integrimi në Bashkimin Evropian, absolutisht që edhe veprimet tona duhet të jenë të koordinuara me partnerët tonë në mënyrë që Kosova të përfitoj e të mos jetë e izoluar në kohën kur bota po ecë. Ju e shihni që ka një lëvizje të shpejtë të gjeopolitikave, shtetet janë të angazhuara secili përfaqësues që ishte në samitin që u mbajt në Tiranë, ka fokus se si ta zhvilloj vendin dhe qytetarët që përfaqëson. Kosova sot fatkeqësisht ende është në bariera të mëdha të formimit të institucioneve, ende mbetet peng i vullnetit të një njeriu, i cili e ka marrë fatin e Kosovës në dorë, po e mban peng, dhe në anën tjetër nuk përkan me problemet në be që sot i kanë qytetarët e Kosovës, sepse po shihet që nuk ka absolutisht asnjë sentiment të Zotit Kurti për të pasur se cilat janë problemet reale që i kanë qytetarët. Vetë deklarata e tij pas takimit që u tha që është deklaruar që s'ka kurfar urgjence, flet që nuk ka një gatishmëri të tij ose mirë them nuk ka një empati të tij për të pasë me çka realisht përballen sot qytetarët. Kjo mos urgjenca na kushtoi prap zona Deliu. Hupëm edhe një herë
mundësinë që ta antarësohem në Këshillin e Evropës. Është bërë një punë e mirë nebe, është bërë një punë e mirë për një kohë të gjatë për të antarësuar në Këshillin e Evropës, ka pas gatishmëri, angazhim serioz edhe të deputetëve, gjitha forcave politike në kuvend që Kosovën ta bëjnë, ta angazhojnë që sa më shpejt të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Ju e dini që 2-3 ditë më herët dështoi edhe përpjekja jonë për antarësim. Natyrisht kjo është një lajm i keq për Kosovën, për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe për fuqizimin tonë si shtet, sepse antarësimi i Kosovës një mekanizëm të tillë flet për pozicionim të Kosovës në drejtim të strukturave euroatlantike, për fuqizim të Kosovës dhe qytetarëve të saj, për më shumë zhvillim, më shumë mirëqenie dhe më shumë gatishmëri që ne të jemi pranë këtyre mekanizmave që janë Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës e mekanizma për cilët janë angazhuar qeveritë për vite të tëra. Pra po e them, duket që halli i partisë që ka marrë kaq shumë besim sot nuk është integrimi, por çka na përshkon ose çka përshkon skenën politike, sot është izolimi, varfërimi dhe është një lloj, po them, edhe lodhje që qytetarët e Kosovës e kanë. Ne takojmë në baza ditore me shumë prej tyre, ata janë të mbledhosur me gjendjen. Pyetja kryesore është çfarë po bëni, kur po kryhet, e në fakt nuk është në dorën tonë. Po them, nuk është në dorën tonë kur ka një blokad e cila ka një emër dhe kur nuk ka asnjë përpjekje për ta nxjerrur vendin nga situata e rëndë. Unë e kuptoj tash, po e kuptoj qartësisht që edhe në zgjedhjet vetë zoti Kurti ka kërkuar 500.000 vota në këmbim të asnjë gjëje. Dhe sot po e shohim që ai besim aq i madh që i është dhënë nuk është besim i cili po kthehet me diçka konkrete për t'i bindur ata qytetarë cilët kanë votuar me nëntëshkort që e kanë pasur me të drejtë votimin e tyre. Pra, sot ku jemi, flet qartësisht që rrugtimi i Kosovës do të jetë i vështirë në rrethana se si po sillet një parti që ka marrë besimin kaq të madh. 16.1% ushtrajtua energjia elektrike zonja Deliu, pat disa protesta, pat edhe një iniciativë së fundit në Kuvendin e Kosovës. Deputeta Hikmeti Bajrami, bashkë me nënshkrimet edhe të PDK-s, AK-s dhe të tjerëve, nisi në Zërej një kërkesë që të anulohet ai vendim. Zërej doli me një deklaratë, tha se nuk mund të bëhet kjo, u holl nga gjykata themelore në Prishtinë një padi ndaj Zërejs, por po intereson një deklaratë e Donika Gërvallës. VV-ja dhe të tjerët nuk i dhanë votat, tha opozita po bën filma, tha, me këtë iniciativë. Që shepet, qëta, pse si thanë në shkrimet ata? Nuk mund të jap, unë s'kemi pritur që do të jap në shkrimet koalicioni lëvizjave të vendosje lista kuzo dhe alternativa, kur veprimet e Zërejs fatkeqësisht kanë qenë në harmoni të plot me qeverinë e mandatit kaluar. Pra, vendimi i Zërejs për shtrejtim të energjisë elektrike deri në 16.1%, mbi 16% është bërë në koordinim të plot me atë që e ka thënë qeveria, në të kundërtën. Ne do ta kishim një reagim të vetëm në kohën kur është rritur çmimi aq shumë e në kohën kur qytetarët e Kosovës sot, përveç kostos së lartë të çmimeve të produkteve bazë, kanë barierë të madhe çështjen e çmimit të energjisë. Pra, çish mund të flitet për një deklarata të tilla nga dikush që ka shërbyer si ministre? A duhet të ketë zonja Gërvalla pak më shumë përgjegjësi për deklaratat e saj publike në raport me dëmin që po i bëhet qytetarëve të Kosovës? Është mirë që ka pas organizim të protestave. Dhe unë mbështes çdo protestë të qytetarëve të Kosovës, cilët sot angazhohen që ai vendim të anulohet. Sapo të kemi konstituim të organeve të kuvendit, sepse aktualisht çfarë mund të bëhet? Ne ende jemi të konstituar si kuvend dhe asnjë vendim nuk mund të merret përveç faktit që kishim një përpjekje përmes nënshkrimeve të drejtohem Zërejs, e pritshme edhe përgjigjja atyre vetë përfaqësues të Zërejs janë deklaruar që nëse nuk ju pëlqen kjo alternativë, bëni zgjidhje ku të doni. Si mund të flitet në një formë të tillë, kur sot janë pensionistët me pensione të ulta, janë administrata e shtetit që merr paga të cilat janë të papërballueshme me koston dhe inflacionin e lartë, është zhvillimi ekonomik i qaluar, regresi i madh, e sot me aq lehtësi ministra në detyrë deklarohen se po bëhet filma në kohën kur jeta e qytetarit të Kosovës është e rënduar. Megjithatë nuk ka rritje të çmimit
për energjinë elektrike në veriun e Kosovës, zonja Deliu? Unë kisha edhe pak më herët një reagim, absolutisht është diskriminuese. Ju e dini që sa vite përfaqësues të qeverisë në largim janë deklaruar që është shtrirë sovranitetin në pjesën e veriut dhe vendimi për të mos i përfshirë komunat në pjesën veriore me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e para flet për një mas diskriminuese që po i bëhet qytetarit të Kosovës, pra për qytetarët e Kosovës ka një rritje prej 16.1%, në anën tjetër rritja nuk do t'i prej komunat e veriut, dhe kjo flet për qasjen që kjo qeverie ka pas, për mungesën e vullnetit politik për t'i trajtuar shqetësimet e rëndomta ose reale që i kanë qytetarët e Kosovës. Ne bëj ka një shkëputje të frikshme prej problemeve që i ka qytetari në raport me atë që ose sjelljen që sot e ka një ministër në largim ose një përfaqësues i lëvizjes vetëvendosje që ka marrë atë shumë besim, po e them, do ta kemi jo vetëm do të bëjmë përpjekje të marrim votat për ta shkarkuar bordin e zërëjës, por për ta duhet ketë edhe ndjekje penale. Ju shihni që paralelisht ndodhin edhe afera të shumta që i shohim çdo ditë me import eksport të energjisë, dhe atë ka edhe emra të cilët sot janë familjar të Zotit Kurti, që janë të përfshirë dhe sot janë zyrtar në këto institucione ku bëhet shitblerja e energjisë elektrike. Zërej tha biznese, por i tha dhe qytetarëve. Nëse s'doni rrym nga ne dhe nga kompani tjera që ofrojnë energji elektrike, tha, gjeni zgjidhje dikon tjetër. Bizneset po thonë se 263% do t'i kushtoj më shumë çmimi i energjisë elektrike në rast se vendosin të furnizohen dika tjetër me energji elektrike. A i shkatron kjo përfundimisht bizneset zonja Deliu? Absolutisht. Bizneset viteve të fundit ashtu kanë pas shumë barjera. Nëse e shihni sa biznese, vetëm në agjensionin e bizneseve, edhe në agjensionin e statistikave të Kosovës, ju e shihni sot sa biznese janë mbyllur për shkak të situatës së rënduar dhe pamundësisë që ata t'ia dalin në një kohë kur Kosova ka shumë probleme në gjitha drejtimet. Bizneset, sektori privat është lënë në harres, është goditur në mënyrë konsistente nga Zoti Kurti dhe përfaqësues të tjerë, aktorë të tjerë të partisë të tij, jo që ka pas gatishmëri që t'ju dilet ndihmë, por ata janë gozhduar, janë etiketuar, janë sulmuar me vrasësinë më të madhe njerëz të cilët sot prodhojnë ose gjenerojnë të hyra për shumë familje në Republikën e Kosovës. Në rast se me 1 qershor do ta kemi rritjen e çmimit të energjisë elektrike për bizneset të cilat kanë të punësuar mbi 50 punëtorë, siç është thënë. Do të jetë e papërballueshme që me rritjen prej 263% të mos kemi mbyllje e falimentim të këtyre bizneseve, dhe këtë s'po e them unë. Unë javën e kaluar kisha rast i takoj disa prej tyre, të cilët ishim mbledhur në odat për ta diskutuar këtë shqetësim dhe ishin drejtuar edhe vetë ministrës në largim me kërkesë që do të jetë papërballueshme për bizneset. Disa prej tyre më thanë që ne në start do të obligohemi ta mbyllim kompaninë dhe t'i largojmë punëtorët, sepse në rrethana të një rritje prej 263% e që për standardin e Kosovës është e papërballueshme, për mbështetjen që ata e kanë, është e papërballueshme, do të gjenerojë vetëm mbyllje ose falimentim të bizneseve, por do të ketë largim të shumë familjeve të cilat gjenerojnë të ardhura pikërisht se janë të punësuar në sektorin privat. Pra, unë mendoj që do të jetë një valë e rëndë e përballjes me probleme të cilat do t'i shohim prej datës 1 qershor. Prap mendoj që ky vendim, ne dëgjova dje një deklaratë të ministrës në largim, tha është vendimi më hershëm, por mendoj që duhet peshohet mirë, diskutohet edhe me odat ekonomike, edhe me bizneset sektorin privat për të pa modalitetet. Po në rast se rritja do të jetë arbitrare, siç ka qenë 16.1%, e në anën tjetër, po e them, paralelisht ka skandale në sektorin e energjisë, cilat dalin çdo ditë, kjo do të jetë lajm shumë i rëndë për Republikën e Kosovës, për falimentimin dhe stagnimin tonë ekonomik, por edhe për varfërimin e qytetarëve të Kosovës. Ju e shihni që sot edhe me këto paga cilet merren, janë bërë të papërballueshme për t'ia dalë në fund muajit
Para mendoni, po në rast se do të ketë largim të punëtorëve nga puna, unë jam i bindur që sektori privat ose bizneset me këto çmime, me këtë rritje prej 263% do të kenë të pamundur ta mbajnë atë numër të punëtorëve që sot prap vazhdon të jetë sfidues numri edhe për shkak të migrimit edhe për shkak të lëvizjeve të shumta. Kjo do të jetë një valë e rëndë sociale, valë e rëndë që do ta godasë Republikën e Kosovës dhe në rrethana kur ende nuk ka kuvend, unë ndruaj që vendime tilla do të merren sepse po shihet që paralelisht me blokadën, qeveria në largim në shpërputhje me kushtetutën, duke shkel kushtetutën, duke shkel ligjin, po vazhdon të merr vendime arbitrare, emëron drejtor, emëron borde, merr vendime për të ndarë buxhet, dhe këto do të jenë probleme serioze të cilat do t'i atakojnë qytetarët e Kosovës dhe Kosovën në përgjithësi. Zona Deliu, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit e juve.